Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër program Koha për të folur. Dhe bashkë me ne në studio është Geri Muja. Përshëndetje. Përshëndetje. Gëzohem shumë që të kam në studio. Është kënaqësi. Ti Ger ke një histori shumë të bukur se si ke ardhur në Jezusin. Pra dëshmia jote, mund të them, kur e kam dëgjuar në fillim, më ka inkurajuar shumë zemrën. Si ishte jeta jote para se ta njihje Jezusin? Atëherë, për të dhënë përgjigjen e kësaj pyetje, njëherë do të tregoj një rrugtim timin. Që në moshën 14 vjeçare unë, ose pak më i vogël, unë kam besuar që është diçka tjetër më e madhe se sa ne. Dhe kam kërkuar Zotin që atëherë. Dhe në atë moshë, domethënë edhe nga vendi ku vi unë, që është nga Kuksi, shumica e popullsisë janë musliman. Dhe edhe unë e pranova Islamin. Tani, duke qenë se isha edhe në moshë të vogël, edhe ndërgjegjja nuk është se më flisë edhe aq shumë sepse nuk dija, isha edhe i papikur. Në momentin kur u rrita dhe në moshën 18, 19 vjeç, 20 vjeç, fillova duke kërkuar përgjigje për disa gjëra që ndërgjegjja ime po fliste shumë në atë kohë. Dhe nuk shkonin me ato që unë besoja. Sepse kisha studiuar shumë, kisha lexuar literatura islame, isha një praktikant goxha i mirë, madje edhe miqtë e mi e din këtë gjuhë. Edhe domethënë fillova duke kërkuar përgjigje për të vërtetën. Dhe këtë të vërtetën e gjeta te Jezus Krishti. Ti po tregon një historia jote pak a shumë fillon historia e çdo adoleshenti që kërkon të gjej Perëndin, ama nuk di si nga t'ja filloj. Edhe një orientim i gabuar ose një keq drejtim të çon që të shkosh te gjëra që jo domosdoshmërisht kanë lidhje për shembull e zë me Perëndin. Disa të rinj shkojnë tek një gjë që ja kënaq mishin, shkojnë tek kërkojnë diçka tjetër ose kërkojnë të pinë ose të bëjnë. Disa të tjerë thonë nuk di se si ta them që si ta shquaj që ka Perëndi, unë e di që është diçka më e madhe se ne, po nuk di mjaft që të kuptoj që dëgjoj se kush është Perëndia, a mund të kemi një marrëdhënie me të, a e kap dot unë Perëndin. Kush të foli për Jezusin për herë të parë? Atëherë do të përgjigjem edhe për diçka që the që por. Para se të pranoj Jezusin, unë kisha një periudhë që pata kriju relata jo të mira me dëshirat personale, siç ishin për shembull drograt, duhani, alkooli, edhe shumë gjëra tjera. Dhe erdhi një moment ku ndjesha shumë boshllëk në zemrën time dhe nuk më plotësonte as një gjë tjetër. Do të thonë, i bëja gjitha dhe nuk isha përsëri bosh. Një miku im që jam rritur me të, ai ishte besimtar i krishterë dhe familja e tij. Dhe një natë unë po bisedoja për Krishtin, sepse u bëra shumë kurioz, domethënë për besimin e tij. Dhe u bëra kurioz nga që edhe ma kishte dëshmuar me jetën e tij dhe familjen e tij. Dhe gjatë kësaj periudhës që jam rritur me të, edhe krijova ato pikpyetjet e mia. Dhe erdhi momenti që e pyeta. Në momentin kur e pyeta, më tregoi për Jezusin, për dashurinë, për dhëmshurinë që kishte për njerëzimin, për veprën e tij që bënin tokë, për misionin e tij. Dhe aty për një moment sikur po turbullova shumë, sepse kuptova se jeta ime paska qenë një gënjeshtër, domethënë pothuajse 8-9 vite, nga rinia ime deri në moshën 20-21 vjeçare. Dhe u shokova, po aq sa u shokova, aq edhe në një farë mënyrë edhe u lumturova se zbulova të vërtetën. Dhe atë natë mezi më pa të zënë gjumi, duke menduar për këtë gjuhë. Dhe u futëm pa pasionin e Krishtit. Aty pasaj ndjeva edhe një shok tjetër, se e pash, domethënë në një skin filmi sakrificën e tij. Dhe të nesmen 2 ditë rresht më rrinte menja vetëm aty dhe i kërkova një Bibël. I thash më e Biblën se du ta lexoj. Domethënë kisha shumë dëshirë dhe zell. Dhe më e bukur është se edhe kur ulsha në kafe ose kur ikja për shembull në rrugtim për Kukës, e lexoja Biblën pa rreshtur. Domethënë pa pik problemi, sepse kisha një zell të papam. Edhe sa më shumë që e lexoja, sa më shumë që mësoja për Jezusin, aq më shumë bindesha që ai ishte rruga e jeta dhe e vërteta. Dhe një natë u luta, e mblodha veten, u luta dhe thash, nëse ti Zoti Jezusi je i vërteti, atëherë tani duhet të bësh diçka që unë ta kuptoj, të ma vërtetosh. Ka qenë duke rënë shi atë natë dhe stuhia ka ndaluar në sekond. Dhe kur më ka daluar stuhia në sekond, kam di një dorë në supën e djathtë
që më tha, unë jam këtu me ty. Unë jam këtu me ty dhe më beso mua se unë jam këtu me ty. Unë jam rruga, jeta dhe vërteta. Aty pastaj u piklova, po përjetova dhe një paqe shumë mbreslënse, shumë nuk e di. Që nuk krahasoj me ato që ti ke pas përjetuar për disa gjëra nuk e dhe fjalë që ta përshkruash. Ishte aq paqe e madhe dhe më pas dëgjova zërin e brendshëm që më tha, tani shko futu lo dhe pastro, se tani e birim. Edhe aty pastaj aty më ndryshoi jeta komplet. Çfarë ditë domethënë edhe në vazhdim e pranova Jezusin, pranova çdo gjë, çdo mësimtin. Unë e mbaj mend kur ma ke thënë në fillim, megjithëse nuk e mbaj mend me thënë të vërtetën, a ma the ti, a se mbaj mend ku e kam dëgjuar, kush ma ka thënë. Besoj se mund ta kem thënë unë. Mendoj që ma ke thënë ti. Mendoj se e kam ndonjë herë si dëshmi kur kemi qenë në një udhim Valbon. Po, kam përshtypjen kur kemi qenë me kishën. Edhe ngela një moment se thash, sa i mirë Zoti, sepse ai në mëshirën e tij na ndihmon ka shumë edhe në pavëdijshmen tonë. Domethënë, ne mund të jemi shumë, për shembull rasti jo ti e doje dhe po kërkoj atë me gjithë zemër. Me gjithë zemër, domethënë kush e kërkon Zotin me sinqeritet, Zoti nuk e refuzon, siç nuk e bëni me mua domethënë. Dhe ai nuk të refuzon asnjëherë. Madje ai flet gjuhën tënde, ai flet gjuhën tonë, flet gjuhën e shpirtit tonë, e zemrës tonë, si t'na arrine. Edhe thjesht ishte kaq e bukur që ti si thosh ajo dashuria që fëmijët kanë, që unë e di që e dua këtë gjë dhe do bëj çdo gjë në fuqinë time që ta marr. Dhe ti e deshe këtë gjë dhe bërë çdo gjë në fuqinë tënde që ta merrje. Edhe që atëherë mendoj që Zoti ka qenë shumë besnik me ty e me jetën tënde. Po si ka qenë, më fol pak për rëndësinë, ti the që unë kisha një shok të krishter. Më fol pak për rëndësinë e të pasurit, përveç se miq të krishter, po dhe për rëndësinë e të ungjillëzuarit, sepse ka disa njerëz që me të vërtetë kërkojnë fjalën e Perëndis, por nuk kanë pasur kurrë mundësi të na dëgjojnë. E di që do thoja për këtë. Do thoja që dëshmia që ti le një jetë si besimtar i krishter është goxha një vepër e madhe, sepse të jem i sinqert, nuk ishte vetëm ai bushliku që më mungonte, që do kërkoja Zotin, por ai që më ungjillëzoi mua, ai më kishte dëshmuar me jetë bashkë me familjen e tij. Dhe ai u bë domthon një shkak shumë i madh që unë ta pranoja Zotin. Dhe mendoj që dëshmia që lën jetë ka të bëjë shumë. Patjetër edhe ungjillëzimi me njerëzit. Do të gjesh edhe një farë mënyrë për të ungjillëzuar sepse jo të gjithë e pranojnë. Kjo është. Ndonjëherë dëshmia më, domethënë vetëm Jezusi që njerëzit do shohin në jetën e tyre është si sillesh ti, Jezusi te ty. Tamam, sepse unë edhe kur isha musliman, domethënë e dija që Jezusi domethënë ka këtë histori, ka bërë këtë mision, thjesht nuk e besoja. Po u desh ngati pothuajse 10-12 vite që unë ta pranoj. Të më hapëshin syt, a kupton? A do të thotë kjo që nuk do të dorëzohemi me miqtan, megjithëse ndonjëherë duket sikur po ecën. Duket sikur se kam 12 vjet u lodha për shkak. Madje do të rrim pranë kur janë duke kaluar sfidat e tyre, ashtu siç rri Jezusi me ne, ose siç ndeti me dishepujt e tij. Do të rrim afër që ne tregojmë se jemi aty për ty duke pasqyruar Jezusin. Kjo do të ishte një vepër shumë e mirë, domethënë. Sepse aty dashi pa dashi do t'ju ngrinte një pikë pyetje dhe do habiteshin domethënë se pse po e bën këtë gjë, pse po çfarë ka tek ti diçka të madhe që unë e ndjej. Mua një gjë që më ka bërë përshtypje te ty Oger në fillim fare ishte që ti ishe shumë i vendosur, po ti ishe shumë i qartë për ato që po bëje. Te ty dallohet e njerëzit që janë, domethënë që kanë dyshim, dhe dallohen njerëzit që janë unë e di çfarë po bëj. Dhe ti nuk ishe një nga ata persona që tranzicioni jot ishte një tranzicion i sikletshëm. Ti e ndave mendjen dhe ti e ndave mendjen. Domethënë dhe ti që në momentin që ti e ndave mendjen, ti pastaj ishe gjithmonë aty. Edhe thjesht është një gjë shumë e bukur kur ti e sheh, sepse ne sot shohim shumë, se po e ndaj mendjen, po se jam shumë, ndoshta dua ta bëj, ndoshta s'dua ta bëj. Si të merremi me këta njerëz? Si mendon ti? Si ti dëshmojmë atyre që si ti dëshmojmë Krishtin, edhe si të përpiqemi të ndihmojmë ndonjëherë edhe kur ata s'din ta ndihmojnë veten? Unë, siç ta thash edhe më parë, mendoj se duhet i rrim afër, të kujdesemi për to në një farë mënyrë dhe të tregojmë dhe t'i këshillojmë që Jezusi është aty me ty dhe ti do me zemër sinqert ta kërkosh dhe i të bëhet pjesë e jetës tënde. Ashtu siç bëri me mua, që theti që e ndova mendjen,
E ndova mendje sepse mua më foli shumë në zemër. Dhe posova edhe ndryshime goxha të mëdha në karakter. Unë kam qenë ndryshe, domethënë ndryshe jam tash. Kam ndryshuar shumë. Dhe vetëm Jezusi dhe mësimet e tij më kanë sjellë këtu ku jam tash për momentin. Por patjetër që edhe më mirë do të ketë në të ardhmen, duke besuar dhe duke lexuar fjalën e Zotit. Kjo është domethënë. Si e përjetove paqen kur erdhe tek në Krishtin, sepse një nga gjërat që njerëzit thonë është unë përjetova paqen e tij, edhe paqja dhe gëzimi i tij është një gjë shumë e bukur. A më tregon pak si ishte për ty ato, si ishin ato ditë e para që ti sapo e ke marrë vendimin edhe je në atë paqen, në atë gëzimin perfekt. Po të them trosh që kam fluturuar nga gëzimi. Okej, super. Dhe ishte domethënë ajo paqe dhe ai gëzim nuk më vinin më nga materialet e kësaj toke, absolutisht. Vetëm nga fakti që e di që Perëndia është me mua dhe do të jetë me mua gjithmonë. Dhe nuk do të mbledh kurrë vetëm. Domethënë, të gjitha gjërat e tokës i kam lënë më njanë dhe nuk e krahasoj dot me paqen që më ka dhënë Zoti kur më tregoi se kush është. A mendon se fjala kuron? Sepse ti më the para pak që kam pas lidhje të pashëndetshme me duhanin e me dhe gjithashtu më thej që ti fillove të lexoje Biblën fuqishëm. Dhe a mendon që fjala e Zotit ka kuruar dhe të ka shëruar? Patjetër që po, kam qenë duke lexuar nuk e mbaj mend mirë vargun, po kam qenë duke lexuar kapitullin e Galatasve. Me sa mbaj mend ka qenë një varg i tillë që fliste për shpirtin e njeriu, që të mos i bëjmë dëm dhe të kujdesemi për të. Sapo e kam, në fakt kam qenë duke dëgjuar, isha duke dëgjuar me kufje. Sapo e kam dëgjuar atë, vetëm jam ngritur dhe kam thonë unë nuk pi mo duhan as nuk do ta përshis mo asnjë gjë. Jo vetëm duhan, po çdo gjë tjetër. Dhe e le. E kam lënë në sekond. Domethënë nuk isha munduar që ta reduktoj. Po ishte e vështirë, nuk. Vetëm fuqia e Zotit më ka ndihmuar me lan. Një forcë më e madhe. Edhe është shumë e bukur ja, kjo mua më pëlqen shumë. Se ne si natyrë dopt, sa do të mundohemi do bëjmë përshim. Pa Zotin se bën dot. Sado që të mundohesh nuk ecën. Shumë e vështirë. Ndërsa më ka pëlqyer kur e kam dëgjuar në fillim, thash, më thash, me vërtet? Është ky reagimi, me vërtet? Dhe vendimi jot, po një vendim shumë i sinqert që unë e lexova, edhe ndonjëherë ne për këtë kemi nevojë, po ne komplikojmë shumë gjërat. E tha Zoti unë do e bëj. Po. Tha Zoti e tha unë do e bëj, ne jemi, ose jo, e tha Zoti unë do e bëj dhe ti e more literalisht dhe e le, dhe thjesht ne shohim se sa ndikimi i Zotit qoftë edhe për ato pak ditë, në sensin që kur ti pranove Perëndin dhe ditët që vijuan pas asaj, sa i madh është ndikimi i Perëndisë në jetën tënde dhe imagjino sa i madh mund të jetë nëse ne nuk i komplikojmë gjërat më shumë se ç'duhet. Patjetër. Madje te fjalët e urta Zoti thotë që dëshirat e zemrës i përkasin njeriu, po rrugët i sheston Zoti. Dhe kjo do thotë domethënë që rrugët e Zotit janë shumë të mëdha se sa dëshirat e zemrës tona. Si të ndryshoi jeta që kur e njohë Krishtin? Më trego pak si ishte, a ishte ndryshim drastik për ty? Pra, o patjetër që kishte një ndryshim, por si ishte në përgjithësi, ose si ishte ti thoshe miqve të tu që dëgjosa unë tani jam i krishter. Okay. Edhe si ka qenë për ty si eksperiencë? Disa u habitën, disa u larguan, disa e pranuan Krishtin, të tjerë u habitën dhe kishin shumë pikpyetje për vendimin që kisha marrë. Po nga një ran isha shumë i qetë me veten time dhe nuk e kisha fare problem edhe t'u ngjillëzoja me radhë, gjithë miqtë e mi. Edhe më ka përdorur Zoti madje për këtë gjë. Edhe jam shumë i lumtur. Disa nga miqtë e mi janë bërë të krishterë. Sa i përket ndryshimit, domethënë ishte një ndryshim që erdhi me shkallë, si filloi me karakterin, sepse unë kisha probleme me karakterin si ankthi, stresi, pasiguria ndonjëherë. Dhe kur mësova mësimet e Jezusit dhe kur mësova që ai erdhi në tokë jo vetëm për sakrificën, por edhe për të treguar se kush jemi ne në të, aty unë ndryshova shumë, fillova duke shikuar gjërat me një sy tjetër, fillova që
këto ankthi, stresi, këto gjëra të tjera t'ja na shkaloj edhe kisha prioritet vetëm Zotin. Se vetëm Zoti më shpëton. Dhe Zoti është pranë meje në çdo lloj situate, sfide të jetës. Edhe kur vëm prioritet Zotin, është e bukur, asnjëherë nuk ngelesh në fund. Domethënë, në momentin që ti ve prioritet Zotin, ne për shembull kemi këtë tendencën, kam shumë gjëra për të bërë, do i bëj këto, po pastaj të kap sikleti, edhe të kap depresioni ose stresi. Jo, po do bëj këtë, po kam dha atë, po çfarë do bëjmë fillim unë tani, po do të vrapoj këtë, vrapoj andej, edhe në fund të ditës, po ta vesh Zotin prioritet, nuk ngelesh asnjëherë në fund dhe të del koha për të bërë të gjitha. Çuditërisht, të del koha për të bërë të gjitha. Dhe unë gjithmonë i thoya vetes time, okay, sot kam 4 orë kohë, dhe 2 të bëj 7 orë studim. Si do ja dalim? 1 orë nga kjo 4 orë që kam kohë, do kaloj kohë me Zotin. Dhe në momentin që ti kalon kohë me Zotin, pra e bën Zotin prioritet, dhe unë e kam parë fuqishëm këtë gjë, nuk ngelesh asnjëherë në fund. Provoj pastaj ti bësh gjërat mbrapsht, del një obobo, një që nuk katrahur e vërtet që ti nuk e di ku fillon, ku mbaron, ku është mesi, ku është fundi. Prandaj them që kur e ve Zotin prioritet, ai nuk të lë asnjëherë në fund. Unë kam provuar këtë gjë, domethënë, dhe vazhdoj ta bëj. Për shembull kur qohem në mëngjes, gjithmonë qohem edhe lutem, them Zot, duhet të jesh pranë meje, që kjo ditë jetë e mbarë, do ta mbaj kryqin tënd edhe këtë ditë, edhe çdo ditë tjetër të jetës time. Faleminderit që jam gjallë sot, faleminderit që më ke bekuar me kretat mirat. Faleminderit që më ke njohur me veten tënde, edhe nis dita për shëmbari. Kam një pyetje. A ta ka ruajtur Zoti ndonjëherë jetën që ti je vetëdijshëm të paktën? Po, nuk kam qenë besimtar, po. Po. Edhe tash që i mendoj e di që ka qenë Zoti që ma ka ruajtur jetën. Ka qenë plani i tij që unë të shpëtohem. Dhe plani i tij është goxha e madh për mua. Kjo është vetëm fillimi. Kam një vit e pak që jam besimtar, po e di që rrugtimi është i gjatë, do ketë sfida, po siç thotë Jezusi, rruga e ngushtë. Ndjek rrugën e ngushtë. A ka qenë për ty e vështirë në fillim, megjithëse a janë ato momentet që ti duhet t'i tregosh familjarëve dhe shoqërisë, dhe sado që ti jesh një person, ndonjëherë ndjesh në siklet sepse si do ta marrin, si do ta kuptojnë. Dhe a ka pas një moment që ke marrë një zbulesë që sa e rëndësishme pas ka qenë identitetin në Zotin, atë që të thellohem këtu, sepse në momentin që thellohem këtu, pastaj unë nuk e kam problem se çfarë të tjerë thonë, se çfarë të tjerë mendojnë. Për shembull, unë kur thash familjes, ato madje janë gëzuar shumë. Babai është gëzuar shumë se babi është edhe profesor i historisë dhe gjeografisë dhe e njeh shumë mirë historinë. E njeh edhe Jezusin dhe misionin e tij. Pavarësisht se ndoshta nuk e beson tani, por e njeh shumë mirë. Edhe kur i kam treguar është gëzuar shumë dhe ka thënë më bëhet shumë qefi që e bërë besimtar i krishterë. E kam ngjillëzuar për Jezusin, i ka pëlqyer shumë. Besoj se tani ndoshta zemra e tij nuk është akoma gati ta pranoj, por besoj që Zoti do merret me to. Por një gjë domethënë që edhe mua më ka gëzuar zemra dhe më ka thënë liri është se ai e ka pritur shumë mirë këtë gjë. Okej. Edhe çdo ditë domethënë që bisedoj me të më thotë bravo të qoftë, aty kshu vazhdon, vjen shumë mirë, sepse e di që besimi i krishterë ka sjellë vetëm të mira në shoqëri. Dhe kam përshtypjen që do të ketë parë dhe ndryshimin tënd drastik. Po. Dhe e ka vënë re që madje kur isha besimtar musliman nuk i pëlqente shumë kjo gjë. Nga shumë fakte që ne tashmë i dimë, nga shumë gjëra nga rrethana të ndryshme, nuk i pëlqente dhe kishte shumë frikë. Ishte shumë i frikësuar çdo ditë. Dhe kur i thash për besimin e krishterë që e pranova Jezusin, u gëzua, tha bravo të qoftë, ke bërë shumë mirë. Dhe kjo është me vërtet një gjë inkurajuese për zemrën e një individi, sepse ka shumë njerëz që se pranojnë, ka shumë njerëz që të vijnë kundër, ama jam shumë e lumtur që në këtë rast babi yt ishte shumë pro teje, edhe nuk u bë një pengesë. Çfarë mund të thuash dikujt që i ka prindit edhe shoqërinë kundër? Për disa njerëz prindrit, për të gjithë në fakt, prindrit janë shumë të rëndësishëm. Po për disa njerëz shoqëria zë një vend goxha të lartë, për disa të tjerë jo, për disa të tjerë po. Çfarë mund të thuash një të ri ose një të reje që e ka marrë këtë vendim, po i ka prindit kundër dhe nuk di si të sillet? Mendoj se vetëm lutja do ishte shpëtim për të. Edhe diçka tjetër do ta mbajmë kryqin deri në fund.
është e vërtet se familja ndoshta nuk do të doje, familja do të trajtojë keq ose do të trajtojë ndryshe siç të ka trajtuar, por me lutje, me marr forcë te Zoti edhe me mbajt kryqin ton. Derisa Zoti më lut, derisa Zoti të bëjë një ndërhyrje edhe të shpëtojë edhe familjarët tonë edhe miqtë tonë. Sa i përket miqve, unë të thash disa janë larguar, disa të tjerë shpëtuan, mund të krijosh edhe miqësi me komunitetin në kishën lokale. Kjo është gjë shumë e jashtëzakonshme, shumë e mirë. Dhe ti nuk do ngelesh pa miq, gjithsesi. Çfarë mësimi merr kur njerëzit largohen? Çfarë mësimi ke marrë ti? Unë që mësimi morë është se njerëzit janë shumë të verbuar, sepse po ta dinin të vërtetën, ato do të ishin shumë të lirë. Po ta dinin të vërtetën, ata do donin më shumë njëri tjetrin, do kujdeseshin më shumë për njëri tjetrin, do kishin dëmshuri për njëri tjetrin, do ndihmonin njëri tjetrin. Por rruga e ngushtë nuk i njekin gjithë. Dhe kjo në një farë mënyrë i demoralizon, sepse po ti tregosh një të riu sot që po jetojmë në këtë epokë, ti tregosh që si besimtar i krishterë kjo është jeta, domethënë ai largohet, se thot unë nuk e bëj dot këtë jetë. Edhe unë isha një ndër ato që thoja, nuk e bëj dot këtë jetë. Po Zoti u mor me mua shumë dhe më foli shumë, dhe më tregoi që kjo është rruga e vërteta edhe jeta. Një gjë që njerëzit mendojnë që e ke shkuptojnë shumë në momentin që ata thonë, ne jemi krishterë, ata mendojnë që jeta atyre do jetë një jetë plot me vuajtje, ndërkohë që jeta atyre nuk ka për që asnjë jetë plot me vuajtje. Patjetër që gjërat janë të lehta, por gjërat nuk janë të lehta as për ato që është në botë. Gjërat nuk janë të lehta as për ato që nuk është besimtar. Pra gjërat nuk janë të lehta për asnjë njeri, dhe për sa kohë që je në botë, nuk ke për të pas gjithmonë gjërat e lehta. Sepse je i prekur nga mëkati nga të gjitha anët. Kështu që edhe e marrin dhe thonë ose nuk e bëj dot. Në fakt, është një nga gjërat më të bukura që një person mund të bëjë, është një nga gjërat më të çirruese që një person mund të bëjë. Një nga gjërat më të gëzueshme, gëzimi më i madh në jetën time është që un kam atë. Dhe sepse un kam atë, ai më ka sjellë të gjitha gjërat. Un po të mos kisha atë, nuk do kisha asgjë nga këto gjërat që un kam sot. Dhe nuk ka qenë asnjë moment mërzitja apo bezdi për mua, ka qenë gjithmonë një privilegj, një nder që unë kam gjetur ty, dhe që po unë po bëj një jetë kaq të mirë, dhe që unë kam mundësinë dhe aftësinë për të bërë një jetë pa stres, pa vuajtje, pa ankth, pa siklete, pa probleme. Nuk po them që nuk ka njerëz që i kanë, ama po them që me Krishtin ti mund t'i kalosh të gjitha këto. Dhe në të vjen një gëzim edhe ke një paqe, e ke një drejtim për jetën që ta jep vetëm Zoti. Dhe kjo në vetvete, për shembull njerëzit thonë se do shkojmë kish edhe shohin kishën si një gjë shumë e mërzitshme. Unë me si përstikin kish. Domethënë kisha është gjëja më e bukur. Kisha është në kish ke shoqërinë, kish ke mish, në kish dëgjon fjalën e Perëndis. Pra është një gjë më qef se aq nuk ka. Nuk ka, ndoshta ty të duket shumë bukur shkosh në klub për shembull. Nuk është aq qef, më beso. Nuk është fare qef në krahasim me a ke qenë në një kamp të rinj të krishterë ç'a bëhet, a ke qenë në një konferencë të rinj ç'a bëhet, a ke qenë në një kish ose takime ç'a bëhet. Domethënë ligu e ka marrë këtë pamje dhe e luan këtë kartë, e luan si të doja ai që ose ti je krishterë është e mërzitshëm, ose do vuash, ose do bezdisesh, ose do mërzitesh, kur në fakt është totalisht e kundërta dhe do vetëm ti gënjej njerëzit që mos e bëj atë gjë sepse do përfundosh ashtu. Shiko, Jezusi thot në Bibël, po kjo nuk është vetëm për besimtarë, kjo është për gjithë njerëzit. Ju do të keni shtrëngime në botë. Që do thotë që ne nuk kemi si mirë shmang, do t'i kemi se do t'i kemi. Ama thot Jezusi thot, por merr një forcë sepse unë e kam mundur botën. Pra, Zoti e ka mundur botën me sakrificën e tij, e ka mundur botën me mësimet e tij, me drejtën e tij. Ne mjafton thjesht ta ndiqim atë dritë dhe të shpëtojmë nga errësira, të shpëtojmë nga qefit e kësaj bote që janë kotësi e kotësive, siç thot Solomoni. Dhe kjo është domethënë. Shumë njerëz vinë nga shumë ecje të ndryshme të jetës. Edhe dikush ka një histori tjetër, dikush ka një histori ndryshe, pra edhe nuk mund të jemi të kuptueshëm ndaj çdo personi që vjen nga një background tjetër. Edhe nuk duhet jemi të shpejt për të gjykuar, ama duhet jemi duhet të kuptojmë, pra duhet të mësojmë të kuptojmë njerëzit. Dhe nuk ka rëndësi nga çfarë backgroundi ti vjen, nuk ka gjë në ty që Perëndia nuk e ndryshon dot. Dhe që Perëndia nuk e rregullon dot.
Pra, dhe kur them gjë në ty, them problemet e tua, sfidat e tua, problemet e tua, ndoshta në karakter, problemet e tua të identitetit, që si nuk e di se kush je, nuk ka gjë që Perëndia nuk e rregullon dot. Dhe thjesht të dëgjosh një dëshmi se si Perëndia ka rregulluar jetën tënde dhe si ai po e sistemon jetën tënde, është bekim jo vetëm për ne që e dëgjojmë dhe për ty që e thua, sepse e kujton edhe një herë se sa e mirë Perëndia ka qenë me jetën tënde, ama dhe bekim për ata që e dëgjojnë sepse thon i shërbejmë një Zotit dhe një Perëndie që është shumë e mirë dhe që e bën dhe këtë gjë. Dhe ne dim dhe kemi dëgjuar shumë histori të tjera të njerëzve që kanë qenë në situata akoma dhe më të këqija dhe që Perëndia dhe hiri i tij gjithmonë të nxjerr nga gropa. Faleminderit shumë që ishte me ne sot në studio. Faleminderit shumë ju, ishte një bekim shumë i madh. A ka një fjalë të fundit që do t'ja thuash dikujt që nuk është akoma 100% i sigurt, a duhet ndjeki Perëndin? Kërkoj të vërtetën me sinqeritet dhe Perëndin me sinqeritet, dhe Perëndia nuk do të refuzoj dhe nuk do të lërë në bolt, por do të nxjerrë nga bolta sa më shpejt të mundur, sepse këtë gjë bëri me mua. Faleminderit shumë që ishte me ne sot. Unë e vlerësoj shumë që erdhe, edhe kohën tënde, edhe dëshimin tënde, kështu që për mua është bekim ta dëgjoj, kam thënë disa herë, po nuk lodhem asnjëherë se dëgjuari. Shpresoj shumë që dhe ju jeni të kënaqur edhe ta keni shquar këtë dëshmi. Ne bashkë do të jemi javës tjetër, shumë bekime dhe mirupafshim.